Falimentimi i Air Albania ka bërë bujë në arenën ndërkombëtare, duke u raportuar edhe nga media të specializuara si portali gjerman Areo Telegraf, i njohur për analizat në sektorin global të aviacionit. Sipas këtij raportimi, dështimi i Air Albania nuk është thjesht një krizë lokale, por një sinjal i fortë për dështimin e modeleve të improvisuara të linjave ajrore kombëtare, që krijohen pa transparencë, pa konkurrencë dhe pa mbështetje reale financiare. Në muajt e fundit, kompania është përballur me padite njëpasnjëshme nga gjykata ndërkombëtare për mospagimin e avionëve të marrë me qira dhe shërbimeve të tjera. Fluturimet janë reduktuar në mënyrë drastike, ndërsa shumë linja të shpallura janë mbyllur pa paralajmërim, duke zhgënjur pasagerët dhe duke thelluar kaosin operativ. Media gjermane thekson se Air Albania doli nga skema me një borxh që përllogaritet mbi 100 milion euro dhe me vetëm një avion aktiv në fundin e saj, ndërkohë që partneri strategjik Turkish Airlines u tërhoqi nga bashkëpunimi. Në vështrimin ndërkombëtar, rasti i Air Albania po shërben si një studim rasti për mënyrën se si projektet ajrore në mbështetje politike, por pas strategji tregu, përfundojnë në kolaps dhe në kosto të lartë për shtetin dhe qytetarët. Të themelosh një linjë ajrore në Shqipëri duket se është një mision i pamundur. Vetëm në 2 dekadat e fundit, 6 kompani kanë pezulluar aktivitetin: Ada Air, Bel Air, Alba Wings, Albatros Air, Albanian Airlines dhe së fundmi Air Albania. Këtë fillim dhjetori, Autoriteti i Aviacionit Civil i ka hequr licencën e operimit edhe kompanisë kombëtare, duke lënë pas një tjetër skandal me pasagerë të zhgënjur, punonjës pa paga dhe borxhe marramëndse. Një projekt politik me erë nga Bosfori. Në maj të vitit 2017, kryeministri Edi Rama dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan shpallën themelimin e një linje ajrore shqiptare me mbështetjen e Turkish Airlines. Kompania do të operonte si një sipërmarrje publike-private me bazë në aeroportin e Tiranës, me qëllim që të nxjisë turizmin në rritje të Shqipërisë dhe të forcojë lidhjet strategjike mes dy vendeve. Por që në nisje, projekti u shoqërua me polemika. Aksionet u ndan pas një garë publike. Turkish Airlines mori 49%, Alp Control 10%, ndërsa një kompani e panjohur shqiptare e krijuar Enkas, MDN Investment, mori 41%. Fluturimi i parë u krye në korrik 2018 me një Airbus A319 të marrë me qira nga Turkish Airlines në linjën Tiranë-Stamboll. Fluturime me 10 pasagerë dhe konkurrencë pamëshirshme. Megjithse fillimisht projekti u duk premtues, situata ndryshoi me ardhjen agresive në treg të kompanive low cost si Wizz Air dhe Ryanair. Këto gjigante shkundën tregun shqiptar me çmime të papërballueshme për Air Albania. Në një përpjekje për të ringritur në pranverën e vitit 2005, kompania njoftoi rifillimin e operimeve me 11 destinacione të reja, përfshirë Vjenën, duke marrë me qira avion nga Fly to Sky dhe SkyUp, por realiteti ishte tronditës. Më 20 shkurt 2025, fluturimi inaugurues për në Vjenë u krye vetëm me 10 pasagerë në bord, ndërkohë që konkurrentët Ryanair, Wizz Air dhe Austrian Airlines luftonin për çdo vend në atë linjë. Vetëm pas 3 fluturimesh, kjo linjë u pezullua, ashtu si shumë të tjera. Borxhe milionçe, padinë ndërkombëtare dhe largimi i partneritetit turk. Në muajt e fundit Air Albania u përball me padinë në gjykata ndërkombëtare për mospagesat të qirasës së avionëve dhe shërbimeve të tjera si catering. Turkish Airlines njoftoi në nëntor se do të tërhiqej nga partneriteti dhe do të ndërpriste bashkëpunimin për linjën Tiranë-Stamboll. Ky ishte sinjali për fundin e pashmangshëm. Borxhet e kompanisë përllogariten mbi 100 milion euro, ndërsa operacionet u reduktuan në minimum. Vetëm një avion i marrë me qira operonte fluturime drejt Milanos dhe Stambollit. Më 2 dhjetor, me uljen e fluturimit të ZB-1003 që vinte nga Stambolli, historia e Air Albania përfundoi zyrtarisht, një histori e ndërtuar mbi ambicie politike, menaxhim të dyshimt dhe mungesë transparence.